Mirë, jemi rikthyer në studio për diskutuar tashmë për një marrëveshje të rëndësishme të qeverisë shqiptare që është miratuar pikërisht me fondin për zhvillim të Abu Dhabit për financimin e projektit Sistemi i kamerave nën administrimin e policisë së shtetit Smart City. Është një projekt i cili synon patjetër që të rrisë sigurinë publike duke instaluar sisteme elektronike për të monitoruar dhe për të kontrolluar sa më mirë territorin duke marrë informacion për parandalimin ose zbardhjen e ngjarjeve. Për të diskutuar për benefitet dhe sfidat në implementimin e këtij projekti, kam të ftuar pedagogun e shkencave kompjuterike Donald Elmazi dhe po ashtu kam edhe në një lidhje Skype të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë zotin Fatjon Softa. Ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Zoti Softa, përshëndetje. Do doja ta nisja me një sqarim se çfarë është ky projekt, për çfarë bëhet fjalë. Zoti Softa, mund ta nisi me ju? Po, patjetër. Së pari është një investim i qeverisë shqiptare në këtë marrëveshje me qeverinë e Emiratëve të Bashkuara për të rritur nivelin e sigurisë kombëtare, kryesisht të rendit dhe sigurisë në disa qytete, ku numri i qyteteve është rreth 20 përfshirë kryeqytetin e vendit. Kemi të dhëna cilat do të jenë këto qytete? Veç Tiranës patjetër? Po, mendoj qytetet kryesore, është Tirana, është Korça, është Vlora, Shkodra, Durrësi, janë kryeqytetet kryesore të vendit dhe sigurisht që këto janë kamera të një niveli ku përdoret inteligjenca artificiale. Janë kamera të cilët në vetvete janë marrjen e leximit të targave të makinave, pra nëpërmjet të njohjes së targës, merren dhëna për pronarjen e mjetit, nëse makina ka siguracionin e paguar, nëse ka kontrollin teknik të kryer, pra të gjitha ato që një punonjës policie në momentin e ndalimit do ta ndalonte për të kontrolluar pikërisht gjithë këta dokumentacione, këta mund të kontrollohen nëpërmjet inteligjencës artificiale, sepse është ai që tham leximi i targave. Më pas kjo avancon në leximin ose në njohjen e fytyrës së personave, dhëna të tjera deri në një farë mënyrë të sikletshme për çdo qytetar, sepse do të cënohen shumë elemente të privatësisë tyre, ku shqetësimi më i madh ndoshta mund të jetë pikërisht momenti që kush do t'i ruajë këto dhëna, kush do t'i përpunojë këto dhëna, cila do jetë agjencia që do merret me ta. Do jetë një agjenci private e kontaktuar nga qeveria shqiptare, do të jetë vetë institucionet shtetërore apo kush do të merret me ta. Sigurisht që kjo lloj bën një parandalim të krimit dhe të kriminalitetit, por nuk do të thotë që kjo gjë do ta ndalojë krimin në vend, sepse është një çështje e luftës që agjencitë ligjvatuese bëjnë dhe jo thjesht të leximit apo të identifikimit të këtyre që tham të lëvizjeve në qytet apo në zonat ku ata mendojnë të survejojnë. Sepse do jetë i gjithë qyteti në survejim, do jenë rrugët kryesore, do jenë në afërsi të institucioneve, do jenë sheshet, do jenë rrugkalimet apo çfarë. Dhe njëkohësisht mendohet që të jenë edhe një sër radarësh, kryesisht në akset kryesore, që kjo është vërtet shumë pozitive për të ndodhur, sepse në vend dhe në Shqipëri në përgjithësi numri i jetëve të humbura është më i madh se sa jetëve të humbura nga krimi dhe nga krimi organizuar. Dhe kjo gjë do të mendoj, do mund të parandalojë deri në një farë mënyre, po themi aksidente të ndryshme, shkelet ligjore që të bëjnë drejtuesit e mjeteve ku shpeshherë në rrugët e vendit janë përgjakur për shkak të përdorimit pa kriterë si të shpejtësisë ashtu dhe të parakalimeve të gabuara. Gjë që do të mendoj, nuk e di a mund të jetë shoqëruar dhe me sistemin tutor të matës shpejtësisë mesatare dhe jo vetëm thjesht të identifikimit të një mjeti që në një segment apo një aks të rrugës kthehet dhe bëhet një burim aksidenti. Pastaj janë të dhëna tjera të cilët thash janë mundësia e mbrojtjes e para të dhënave personale, sa do të mbrohen dhënat personale, sa mund të cënohen dhënat personale të punonjësve dhe sa është sistemi i ligjor që e mbron privatësinë e qytetarëve. Por megjithatë, këto kamera janë një investim i duhur, por edhe nuk ka një transparencë. Dhe ajo që e bën më të dyshim të gjën është fakti që kompania investuese apo kompania që merr përsipër instalimin e tyre është një kompani e cila ka dyshime të lidhura me qeverinë kineze.
Do ndalemi tek çështjet etike në vijim, zoti Softa, po do doja së pari të pyesja pak Donaldin lidhur me mundësitë për ta implementuar këtë projekt. Jemi ne gati për ta pasur një projekt të tillë, të një smart city që na i sjell direkt të dhënat e targave përmes kamerave, përmes inteligjencës artificiale dhe mëtej duke bërë kështu performancën e rendit më të lartë? Shiko, unë në radh parë dua të përcaktoj pak këtë fjalën kyçe smart city, sepse me sa kam lexuar edhe le të themi lajmin, por gjithashtu edhe ekspertin Softa që foli në lidhje me këtë projekt, dua të them që ky nuk ka lidhje me smart city direkt, sepse nëse duam të flasim për smart city, duhet kemi parasysh që smart city është e tëra një zonë urbane e investuar në një mënyrë që të ketë le të themi sisteme të inteligjencës artificiale dhe jo vetëm. Okej, që ta përcaktojmë dhe ta bëjmë shumë të qartë për qytetarët. Çfarë do thotë konkretisht smart city? Do të thënë një zonë urbane që është e tembushur me sensor, me kamera inteligjente, me pajisje të tjera inteligjente, që ndihmon le të themi në rritjen e cilësisë së jetës atyre personave të këtij qyteti. Dhe rasti konkret me sa kuptoj unë nuk ka të bëjë me smart city dhe unë personalisht mendoj që kjo fjalë kyçe duhet të hequr. Ky mund të jetë një sistem inteligjent. Vetëm kaq, një sistem inteligjent dhe për të thënë që është me inteligjencë artificiale kam ato pikpyetjet e mia sepse jemi shumë larg për momentin Shqipëri me përdorimin e inteligjencës artificiale dhe modelet që përdoren. Kjo këto kamera thjesht bëjnë procesin e imazhit. Domethënë dallojnë targat e makinave, dallojnë fytyrat e njerëzve duke përdorur rrezet optike, le të themi, dhe në këtë mënyrë bëjnë atë përpunimin e imazhit dhe të nxjerrin se për shembull kalimin e semaforit me të kuq, duke qenë se mund vendosen ndoshta në semafor mendoj unë, se përderisa janë kamera të survejancës, atëherë duan të le të themi reduktojnë aksidentet apo ndoshta kriminalistikën, t'i bëjnë njerëzit më të përgjegjshëm. Pra, nuk është e vështirë për të implementuar, por edhe siç e tha dhe zoti Softa, unë kam këtë problemin me të dhënat se ku do të ruhen, po, absolutisht. Ku do të ruhen, kush do t'i procesojë, a do të jenë agjensitë kombëtare apo a do të jenë agjensi private, sa të gatshme janë këto agjensi për të qenë në përputhshmëri me GDPR-in, sepse edhe kjo është një temë për të diskutuar. Cili do të ishte rasti optimal për t'i survejuar këto dhëna, për t'i pasur këto dhëna? Absolutisht, gjëja më e mirë është që këto dhëna të ruheshin në perimetra të mirëmbajtura nga agjensi kombëtare, siç mund të jetë ndoshta në rastin konkret të Shqipërisë AKSK-ja, me investimet edhe që AKSK-ja ka pasur, por jo vetëm, edhe kompani private mund ta kryejnë këtë investim, absolutisht. Ruajtjen e këtyre të dhënave, nëse kanë patjetër ekspertët e nevojshëm për t'u marrë me ruajtjen e të dhënave, me përpunimin e tyre e tjera, sepse janë dhëna shumë sensitive, sepse ka të bëjnë direkt me individ të Republikës Shqipërisë. Duke e shfaqur edhe imazhin e tyre në këtë rast, po flasim për kamera. Sepse ne kemi pasur në vitet e shkuara edhe situatat ndryshme me këto rrjedhjet e informacionit si për pagat apo numrat e telefonit. Që kanë qenë të dhëna sensitive të cilat janë ekspozuar dhe tashmë janë të ekspozuara. Qarkullojnë akoma në treg, pavarësisht se disa gjëra mund të kenë ndryshuar apo jo, dhe rrezikshmëria më e madhe është që këto dhëna nëse merren nga persona dashakeqës mund të shkojnë edhe në dark web, që shiten për shifrat ndryshme. Dhe gjithë skenarët e mund që pastaj i dim pjesën më të madhe. Zoti Softa, cilat janë masat e duhura, po ua bëjt njëjtën pyetje dhe ju për të siguruar që këto të dhëna të mbledhura në rast implementimit të këtij projekti të jenë të sigurta dhe mos të cënojnë në asnjë mënyrë qytetarët, se po flasim realisht për një ekspozim të menjëhershëm të qytetarit. Qytetarët me drejt duhet jenë shqetësuar për faktin që jo në pak raste për shkak të korrupsionit në shumë persona të cilët janë të veshur me pushtet apo kanë pasur funksione si në drejtësi, në policinë e shtetit apo në struktura tjera, kanë qenë në anën e krimit.
Dhe si do të jellë nëse do të kemi depërtimin e tyre, pikërisht në këtë akses, në përdorimin dhe ruajtjen dhe përdorimin e këtyre donave, sigurisht do kthehen në një burim rreziku për qytetarët, për ata të cilët kanë botën e biznesit, për ata që kanë privatësinë e tyre, sepse është në gjendje të identifikojnë lëvizjen, vendet që frekuentojnë, ambientet ku ata qëndrojnë, jetën e tyre, bizneset e tyre të tjerë, të cilët mund t'i kthehen pastaj në të kundërtën e asaj që ne themi për të goditur dhe për të identifikuar grupet kriminale apo personat të cilët janë shkelës të ligjit dhe të kthehet kjo në të kundërtën e interesit të personit publik. Sigurisht është shumë rëndësishme kush do t'i përpunoj, po dhe jo vetëm kush do t'i përpunoj, kush do t'i ruaj dhe si këta do t'jenë në përputhje me ruajtjen e privatësisë së këtyre personave. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim në fjalën e përdorimit Smart City, sepse është një koncept shumë i gjerë Smart City. Smart City do të thotë vendosjen atyre që tha dhe ekspertit të sensorëve. Për shembull, nëse do kishim Smart City, do të thotë për shembull sensorët janë disa shtylla të cilët vendosen, janë shtylla inteligjente, nuk janë thjesht vetëm kamera, janë shtylla inteligjente, vendosen në distanca të caktuara dhe ato kanë, po themi, kamera të cilët janë në nivelin e trafikut për mjetët, janë në një nivel më të lartë që mund të monitorojnë, po themi, koshat e plerave kur ata janë mbushur, mund të bëhet njoftimi, mund të njoftojnë për trafikun e mjetave të transportit publik për vonesat e tyre. Mund të jenë në afërsitë shkollave për të marrë elemente sigurisë për perimetrin e sigurisë shkollave. Pra një kompleksitet masash të cilët do të ndihmojnë përditshmërinë ose shpërndarja e një interneti publik në zona të cilët i vlen edhe bizneseve të caktuara, mund t'i vlen turizmit në momentet të caktuara, në vendet të caktuara ku ata mund të marrin informacione lidhur me historinë e zonës ku ato janë, lidhur me problematikat apo vende ku mund të vizitojnë. Pra kjo mund të quhet Smart City, kurse kjo është një masë elementet sigurisë që këta kanë vendosur për të instaluar, ku midis të tyre, përveç radarëve në rrugë, përveç kamerave që do të kontrollojnë mjetët dhe njerëzit, do të jenë dhe kamera trupore që do të vendosen tek disa struktura të policisë shtetit në rastet kur ka verifikim të ligjshmërisë apo të paligjshmërisë të vetë punonjësve të policisë apo të personave të cilët janë përballë tyre. Pra ky është kompleksiteti i masave. Nuk është se këto nuk kanë qenë, për shembull kamera trupore, pa ato mbajtën një farë kohë dhe u prishën. Kush do të merret me mirëmbajtjen e tyre? Sa serioz është ky investim, sepse është një investim jo i vogël, i cili në fundit do të paguhet nga shteti shqiptar. Dhe ky është një kosto e shtuar, ndërkohë që lufta ndaj krimit dhe kriminalitetit është një luftë e cila duhet fitohet jo thjesht me kamera, po duhet fitohet nëpërmjet institucioneve ligjvatuese, sepse shpeshherë ata personat të cilët janë në botën e krimit, janë edhe me kollaro, janë të veshur mirë, janë pjesë që bashkohen me politikën, një pjesë e tyre kanë qenë në parlament, pjesë e tyre pastrojnë parat në moment të hetimit, dhe këto janë forma tjera nëse e mendohet dhe do të luftojnë vetëm krimin. Nëse mendohet se do të kenë mundësinë të ulin kriminalitetin ose më shumë se sa kriminalitetin, kontrollin e trafikut, pastaj kjo është më e minimizuar dhe zbret po e quajmë niveli i këtij investimi thjesht në mënyrën e kontrollit të trafikut. Po besoj më rëndësishme është të kemi nën kontroll kriminalitetin se sa trafikun, se trafikun edhe mund ta menaxhojmë, po unë do të ndalesha pak te sfida teknike. Përmendi zoti Softa, u provua me kamerat e trupit, nuk rezultuan të ishin aq funksionale sa pritej, cilat janë disa prej sfidave të mundshme të një projekti të tillë. Unë do vazhdoj pak edhe aty ku e la zoti Softa, domethënë në lidhje me këtë pjesën e Smart City, sepse që të kemi realisht implementimin e Smart City, ne duhet kemi një mbulim tërësisht me 5G në Shqipëri. Që për momentin akoma nuk e kemi, është lançuar 5G nga 2 kompani telefonike në rang republike, për Tiranën dhe Durrësin në disa zona të caktuara. Domethënë që kemi mirë filli funksionimin e Smart City. Por që kjo duket sikur është një projekt pilot deri tani. Të shohim 5G-n si rezulton në Shqipëri. Absolutisht, por nuk shoh që 5G të ketë lidhje me këtë projekt të tillë. Domethënë, ne duam ta shohim në aspekte. Po më thua Donald që është e domosdoshme që ne ta kemi këtë projekt, duhet së pari të kemi rrjetin 5G. Po, sepse ai që realisht jep jetë një projekti që duam
të marrim reagime në kohë reale është 5G-ja, sepse minimizon shumë vonesat në internet, po i bie shumë shkurt nga ana teknike, dhe ty të jep përgjigje në kohë reale. Ato që përmendi dhe zoti Softa, do më thënë për qenë Smart City, ti mund të integrosh sistemet të tilla brenda në autobus, që tek pagesat që mos kemi nevojë më për fatorino, për shembull, por të bën pagesat me kartë, që ti të shikosh në kohë reale se ku është autobusi i linjës, apo mund të integrohet edhe në shkollat 8 vjeçare apo shkollat mesme që prindrit. Dhe shkollat janë ndoshta aspekti më i rëndësishëm. Më i rëndësishëm mendoj unë për le të themi cilësinë e jetesës së banorëve të qytetit. Mund të bëhet gjithashtu një sistem i tillë për matjen e ndotjes ajrit në pika kyçe të Tiranës, sepse nuk është e thënë që patjetër duhet të jenë vetëm kamerat e survejancës. Që tjetër realisht Smart City duhet kemi edhe komponent tjerë që mund të mbahet. Pra nuk flasim vetëm për kamera. Absolutisht. Kur i referohemi një Smart City. Sensor të mirë field, sensor shumë profesional që të t'japin reagime në kohë reale, për shembull se sa është ndotja e ajrit. Nëse ne duam të rrisim cilësinë e jetesës në Tiranë, normal duhet kemi të dhëna së pari që më tej të veprojmë. Një nga komponentët është edhe ndotja e ajrit. Duhen të dhëna masive, jo vetëm të dhëna empirike që mund të kemi rezultate aty për aty dhe dalim bëjmë propagandë për televizion se sa e bukur është Tirana, se sa korsi bicikleta të reja kemi, etj, por shohim që ndotja e ajrit është nivele mjafton të ikim pak mbi Tiranë në dajtë dhe kuptojmë atë kurorën e... Shkojmë në vendet të tjera të cilat janë tashmë një Smart City. Dhe sjellim një shembull konkret. Për shembull, po marrim rastin e Abu Dhabit, edhe pse le të themi jemi goxha larg realitetit. Si është implementuar Smart City aty? Pra, cilat janë disa prej mënyrave më efikase dhe ato gjëra që e bëjnë dhe konsiderojnë në fund të ditës një Smart City? Përveç Abu Dhabit, vendi i parë në botë për qenë Smart City është Shanghai në radhë parë. Pastaj kalojmë te Barcelona dhe Abu Dhabi është pak më pas, po gjithsesi edhe Abu Dhabi po bën hapa galopant dhe jo vetëm Abu Dhabi, po vendet e le të themi lindjes mesme edhe në Arabi gjithashtu kur po tentojnë që të ndërtojnë Neomin që është një qytet linear që do jetë tërësisht Smart City. Logjika është edhe ajo që përmendëm pak më parë. Domethënë, është një zonë urbane e tillë që ndërtohet në bazë të sensorëve, në bazë të pajisjeve inteligjente të ndryshme që mund të jenë dron, mund të jenë robot të ndryshëm. Po shkojmë te investimeve që janë dhe dron taksi për momentin, që një kompani kineze tepër e famshme që është e ka realizuar, BYD-ja. Dhe logjika është që duhet të jetë dhe smart buildings, zonat e parkimit duhet të jenë smart. Domethënë, të gjithë komponentet që lidhen ngushtë me cilësinë e jetesës së njerëzit, nëse kthehen, le të themi, në komponent digjital, kjo është ajo që përbën një Smart City. Normal është një investim kolosal që nuk është se bëhet me njerë, kërkon kohën e duhur për të bërë, sepse ka komponentë të ndryshëm që duhet të lidhe me njëri tjetrin, siç përmenda dhe 5G-n, që në këto vende që përmendëm 5G ka një mbulim tërësisht në rangun e shtetit, le të themi, të tyre. Kështu që e ka bërë më të lehtë edhe implementimin e Smart City. Normal që tek Smart Home, që është akoma një njësi më e vogël që ti ke pajisjet digjitale brenda në shtëpi, si tek hapja e dritave apo ndeshja e dushit. Ajo është tërësisht personale se mbase dikujt i pëlqen ai procesi tradicional i bërit gjërave. Është, le të themi, një komponent i caktuar që një person do të ndezit dushin 15 minuta para se të shkojnë në shtëpi dhe mund ta realizojë. Mjafton të ketë aplikacionin në celular dhe të lidhet direkt me shtëpinë e tij dhe realizohet. Domethënë, janë komponent tepër të bukur dhe të sofistikuar kur i mendon, por nuk është se ka ndonjë vështirësi realizimi, mjafton që të jetë dëshira e mirë dhe normal kërkon ato financat e... Patjetër, se është një investim masiv. Dhe Softa, sa komendoni që do të na duhet në Shqipëri të kemi Smart City? Në këtë rast Smart City, ashtu sikurse e sqaruam, jo vetëm kamerat e instaluara që shërbejnë për survejancë. Po nuk është të thjesht, duhet shumë kohë. E para kërkon jo thjesht teknologjinë, kërkon nivelin profesional
të menaxhimit tyre, kërkon një nivel të saktuar personash të cilët duhet të dinë t'i vejnë ato në përdorim të zbatimit të këtij projekti dhe duhet një qeverisje më e mirë në raport me përdorimin dhe vendet ku ata do t'i përdorin. Për shembull, do të kërkonin një ekonomi inteligjente, do të kërkonin një ambient inteligjent, do të kërkonin persona inteligjent, do të kërkonin një jetë inteligjente, do të kishim një qeverisje më inteligjente. Gjitha këto do të përbërën edhe quhesh Smart City. Smart City do të thotë kur ti ke përcaktuar rregullat e qytetit, dhe këto rregulla të qytetit kur nuk janë të tilla, nuk mund t'i drejtosh thjesht me Smart City. Për shembull, vendosja e pikave të karburantit, vendosja e pikave të karikimit të makinave, janë vendet e ndryshme të korsive të dedikuara të cilët sa duhet kemi ti shkelis ose duhet kemi njoftime lidhur me ndotjen e qytetit, për shembull, me të drejtë thotë që kush janë zonat që kanë ndotje. Do presim inteligjencën artificiale që të përcaktojmë kush janë zonat, dihen Tiranë zonat. Po pse ndodh kjo gjë? Sepse ti nuk ke zgjidhur problemin e trafikut. Për shembull, marrim zonën e 21 dhjetorit, është zona më e ndotur në Republikën e Shqipërisë. Po si do ta zgjidhësh këtë? Shëndetësi ka ja vendosur sensorët e përcaktore. Si e zgjidhet? Problemi zgjidhet me zgjidhjen dhe lehtësimin e trafikut. Në Tiranë për shembull ne ende nuk kemi përcaktuar kush do të jetë transporti në toksor si zgjidhje definitive. Dhe si i tillë do të ndryshojë prapë inteligjenca artificiale, si do ta ndryshojmë? Do të fillojmë të menaxhojmë pastaj transportin në toksor, sepse nuk kemi një zgjidhje definitive të problematikave dhe kemi vajtur tek fundi duke kërkuar vendosjen pa i quajmë Smart City ose inteligjencën. Mirë po, unë e shoh këtë një projekt të cunguar, të përcaktuar më shumë vetëm tek kontrolli i trafikut, kontrolli i mjeteve dhe identifikimi i personave. Mendoni që qytetarët bëhen më të përgjegjshëm në momentin që janë të survejuar? Sepse ne, për shembull, një nga ato aspekte që unë do kapja është ajo hedhja e letrës në tokë se ne nuk na sheh njëri. Ndërkohë në vende të tjera në rast se shkojmë, jemi shumë të përgjegjshëm për ta hedhur tek vendi i përcaktuar. Po ja e identifikove dhe e pej që filan qytetar hodhi cigaren, ose hodhi paketën, ose hodhi atë. Çfarë do të zgjidhësh? Mund të aplikohet një gjob. Po kjo më shumë do të rrisi acarimin tek qytetarët se sa do të ndihmojë kulturën. Kultura është investim fillon që nga brezat, fillon që nga shkolla, fillon që nga ajo, për shumë perëndimi e ka këtë kulturë. Nuk ka nevojë të ketë për inteligjentët këtë kamerë fillon gjobizin. Ne nuk po godasim krimin dhe korrupsionin që është një nivel për shembull siç janë rastet e bashkive. Aty po vjedhen fonde, po vjedhet në mënyrë marrëmendse. Ne kemi krim zgjedhor, ndryshon, deformohet vota e qytetarëve, vendimarrja. Nuk ka ngelur ke qytetarit që hodhi letrën në qytet. Ne kemi ndarjen e lëndëve narkotike, nëse nuk bëhen afërsi shkollës, do të bëhen te rrënda pallateve, do të bëhen tek thesa, do të gjenden mënyrën për ta bërë. Lëndët narkotike po shpërndahen nëpër lokalet e natës, po shpërndahen në vende publike. Ty ke në mes Tiranës, për shembull, shiten numrat të kartat SIM të pa identifikuara. Po këto si do t'i gjesh me inteligjencë, por shumë e thjeshtë, shko ke tregu, e din gjithë vendin ku kartat shiten me numra anglez, me numra të Vietnamit apo me numra të vendeve të tjera. Pra ka ca gjëra që janë shumë banale dhe kjo kërkon forcimin e shtetit ligjor. Kur ti e ke shtetin ligjor të forcuar, kur ti ke rritur nivelin e arsimit, kur ti ke rritur nivelin e kulturës, kur ti ke rritur forcimin e institucioneve shtetërore, atëherë patjetër shkojmë drejt inteligjencës artificiale. Unë e shoh më shumë një investim, që nuk e di deri diku mund të jetë një lloj parandalimi, por nuk do të jetë efikas, nuk do të zgjidh problematikat që ky vend ka. Dhe është më shumë një shpenzim që taksat edhe qytetarët shqiptarë me taksave do ta paguajnë. Dhe nuk besoj se do të jetë gjatë për shkak të aftësisë që ne kemi për t'i prishur dhe për të mos i mirë mbajtur ato. Sepse kamera trupore një tjetër problem. Dhe në një pyetje prishin punën aty, ngaherë prishin vetë. Pastaj nuk ka pjesë këmbimi, nuk pati goxha probleme lidhur me ta. Në një pyetje të fundit doja duhet të jetë një proces i integruar dhe ky proces i integruar do të jetë mirë funksionimi i shtetit ligjor.
Donald, do doja një pyetje të fundit për ta përmbyllur edhe pse është tematik që mund të shtrihet në aspekte të ndryshme. Përmendëm disa herë inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është thjesht çështje teknike, pra nuk jemi ne gati për ta vendosur në funksionim, apo kemi edhe mungesë të fuqisë njerëzore që mund ta menaxhojë dhe ta kontrollojë. Pra në çfarë drejtimi jemi deri më tani? Në lidhje me inteligjencën artificiale është bërë një propagandë pa parë në rang qeveritar dhe për mendimin tim, ne nuk kemi as pjesën teknike, po as edhe le të themi kapacitetin human për momentin për të marrë me inteligjencën artificiale. Sepse të thuash inteligjencë artificiale është një gjë shumë e madhe. Maksimumi në Shqipëri mund të kemi modelet të machine learning, që është një komponent i inteligjencës artificiale, por jo inteligjencë artificiale. Inteligjencë artificiale do të thotë që ti të ushqesh një model, ta trajnosh më së miri dhe të vi një moment që ky model mos ketë më nevojë për pjesën njerëzore që ta kontrollojë. Por tjetë i aftë që të trajnohet apo të ushqehet me të dhëna në ambientin ku ndodhet për shembull. Dhe unë duke qenë se është një përqasje shumë e re për momentin, dhe në universitetet nuk është se ke shumë deg që t'jenë të inteligjencës artificiale. Ndoshta 2-3 universitete, sepse është fjala e fundit, le të themi, pavarësisht se ka ekzistuar edhe më përpara, por nuk e ka pasur emrin inteligjencë artificiale, kanë qenë algoritma inteligjent dhe tani është dhënë ky emri mjaft egzotik, le të themi, edhe në mbar botën. Por për të realizuar është pak e vështirë, nuk është se është e parealizueshme, por ka nevojë edhe për ekspert të mirëfillt që të dinë të merren, të dinë të trajnojnë këto modelet inteligjencë artificiale, sepse dhe outputi që ti kërkon kur përdor sistemet e inteligjencës artificiale, kërkon që të jetë sa më i përafërt me realitetin, le të themi, në përqindje. Domethënë, do rezultate që të jenë sa më të përngjashme me realitetin që ne jetojmë. Pikërisht për këto arsye ti ke nevojë për ekspert mjaft të mirëfillt të fushës, e njohin mjaft mirë. Që ta njohin mjaft mirë fushën, që të dinë çfarë të dhënash të përdorin për të krijuar këto sisteme të inteligjencës artificiale dhe jo vetëm. Po besoj gjatë viteve të fundit ka pasur një interes të shtuar të të rinjve, kështu që brezat e ardhshëm do t'i kemi besoj me ekspertë të kësaj fushë. Brenda një 5 vjeçari, 10 vjeçari mund të kemi realisht ekspertë të mirë të inteligjencës artificiale. Ka në Shqipëri, ka ekspertë të mirëfillt të inteligjencës artificiale, janë të paktë, por realisht ka. Zoti Softa, ju falenderoj për kohën edhe për bisedën. Po, patjetër. Një gjë do e të shtoja, të lutem. Është shumë e rëndësishme mbrojtja kibernetike. Mendoni në rastet e një sulmi kibernetik, nëse dikush nga jashtë, paktën e provuam në rastin e sulmit ku sistemet tonë ranë, në rastet e një sistemi të tillë, nëse kjo merret komanda, mendo çfarë problematikash mund të krijohen. Qoftë për ti përdorur dhe për ti marrë të gjitha imazhet dhe dhënat personale të këtyre mjetave të qytetarëve të tjerë që mund të jenë në duart e atyre që mund të jenë sulmues, dhe e dyta, fikjen e semaforëve, problematikat që mund të krijohen e gjitha, dhe kjo kërkon vërtet një mbrojtje të mirë. Ndërsa për sa i përket sistemeve të investuara, ne provuam në rastin e satelitëve, të cilët u pompuan dhe u thanë që do ishte një arritje e jashtëzakonshme, në 2 vjet që u mbyll 6 milion euro që u investuan, nuk patëm asnjë rezultat dhe nuk kemi asnjë dhënë çfarë ishin dhe çfarë bën ata, sidomos për kontrollin e territorit. Pra urojt mos jetë si satelitët, dhe tjetë thjesht një tender dhe një garë për të bërë disa shpenzime, se sa t'i vlej dhe t'i vlej kryesisht elementëve të sigurisë dhe ruajtjes dhe po themi të jetës qytetarëve. Ne do shpresonim në fakt që të na shërbenin pikërisht për këtë, për ruajtjen e qytetarëve dhe për një siguri akoma më të shtuar në vend. Po. Kjo që përmendi zoti Softa për mbrojtjen e sigurisë kibernetike është vërtet e rëndësishme. Jo vetëm për të dhënat, po mund të krijohet edhe një efekt bumerang vetë për qeverinë lokale apo dhe qeverinë e Republikës së Shqipërisë, sepse mund të keq përdoren kamerat për detektuar jo keqbërësit në trafik, le të themi, ata që mund Pjesë shkelur rregullat. Nëse merret nën kontroll nga persona dashakeqës,
mund të duan të dëmtojnë persona të tjerë të krimit, le të themi, për t'i përndjekur këta persona apo jo. Domethënë qëllime të ndryshme për të përdorur në interes të botës së krimit dhe jo vetëm. Kështu që duhet realisht të krijojmë së pari sistemin e sigurisë dhe më tej të shkojmë deri tek implementimi. Zoti Softa, faleminderit për kohën dhe për bisedën. Donald, faleminderit për kohën dhe për bisedën. Faleminderit.